Ylber Ramadani ka dhënë lëmë të mirë në klubit e Lecces në Serie A dhe është transferuar në Turqi në radhët e klubit të Çorum, i sapo ngjitur në elitën e këtij vendi. Për shumë kënd ky duke si një hap të ritikull, jo dhe aq i rëndësishëm për mesfushorin pasi linte një kampionat elitar ku kishte një rol protagonisti për të zgjedhur një klub jo të dorës së parë në kampionatin turk, por për Ramadanin kjo është një mundësi e artë për të siguruar fitime maramëndse në krahasim me çfarë ka siguruar deri tani gjatë karrierës së tij. Mediat italiane kanë zbuluar se Ramadani do të profitojë një rrogë neto për 1.5 milion eurosh në vit te klubi Çorum, me të cilin ka nënshkruar për 2 vite, me opsion rinovimin edhe për një të tretë. Kjo është një arritje ndjeshme thuajse dyfishi në krahasim me çfarë profitonte te Lecce dhe shpjegohet se ka qenë arsyeja kryesore pse Ramadani insistoi te klubi që ta linte të largohej, edhe pse kishte një tjetër vit kontratë me të. Mendon Berisha kaloi një sezon me shumë vështirësi në Serie A pikërisht atëherë kur tukej se mesfushori do të kishte sezonin e jetës dhe konsiderohej si lideri i Lecces, mes dëshirës për rilindje dhe një mundësie të madhe për të treguar vlerat e tij. Berisha shihet si një nga lojtarët më interesantë të Lecces për sezonin 2026-2027. Mesfushori shqiptar ka kaluar 2 vite të vështira për shkak të dëmtimeve muskulore, por cilësitë e tij teknike dhe paraqitjet që ka bërë kur ka qenë në dispozicion kanë bindur klubin italian se ai mund të jetë një nga përforcimet më të rëndësishme të verës. Lecce mund të ketë gjetur përforcimin e parë për sezonin e ri pa pasur nevojë të ndërhyjë në mercato. Emri është ai me Don Berishës, mesfushori shqiptar që tashmë është pjesë e projektit Berdekuq, por që kërkon një rikthim të plot pas një periudhe të komplikuar me dëmtime. Futbollisti 23 vjeçar ka kaluar 2 sezone në elitën italiane ku talenti i tij është shfaqur disa herë, por vazhdimësia ka qenë problemi kryesor. Dëmtimet muskulore kanë penguar të jap maksimumin dhe ta shfaq potencialin e plot. Megjithatë, kur ka qenë në gjendje optimale, Berisha ka treguar se është një nga lojtarët me më shumë teknik dhe kreativitet në organikën e Lecces. Sezoni i fundit dukej se do të ishte ai i shpërfimit për shqiptarin. Trajneri Eusebio Di Francesco i kishte besuar një rol të rëndësishëm duke i dhënë çelësat e repartit ofensiv dhe duke përdorur shpesh në pozicionet mes fushës dhe sulmit. Berisha e nisi kampionatin me shumë besim duke qenë protagonist me gole dhe asist, por një dëmtim në ndeshjen Lecce-Pisa në dhjetor 2025 ndryshoi gjithçka. Në minutën e 11 asaj sfide mesfushori u detyrua të largohej nga fusha për shkak të një problemi në kofsh. Rikuperimi rezultoi më i gjatë se pritej dhe kur rikthimi dukej pranë, një tjetër dëmtim në muskulin femoral e mbylli përfundimisht sezonin e tij. Pavarësisht kësaj, statistikat e tij tregojnë ndikimin që kishte pasur në pak kohë. Në sezonin 2025-2026, Berisha regjistroi 13 paraqitje në Serie A, 12 prej tyre si titullar, duke luajtur 881 minuta, e i shënoi 2 gole dhe dha 3 asist. Goli i parë në elitën italiane erdhi ndaj Udinezes më 25 tetor 2025, ndërsa një tjetër rrjet shumë e rëndësishme u realizua ndaj Fiorentinës në një fitore që i dha Lecces 3 pikë të çmuara. Gjithashtu ai ishte protagonist të ndeshjes ndaj Bolonjës, ku turoi asistin për golin e barazimit në fund të takimit, ndërsa ndaj Torinos dha 2 pasime vendimtare për golat e Koulibaly dhe Banda. Por dëmtimet nuk ishin një problem vetëm në sezonin e fundit. Edhe në vitin e parë të tij të plot në Serie A 2024-2025, Berisha pati disa probleme fizike që e kufizuan. I luajti 17 ndeshje në kampionat, 7 prej tyre si titullar, duke regjistruar dhe një asist në fitoren ndaj Monzës. Debutimi i tij në Serie A kishte ardhur më 25 shkurt 2024 në ndeshjen Lecce-Inter, kur trajneri Roberto Taverse aktivizoi në minutat e fundit. Më pas ai fitoi më shumë hapësira dhe arriti të luante dhe si titullar ndaj skuadrave të mëdha si Atalanta dhe Napoli. Rruga e Berishës te Lecce nisi në shkurtin e vitit 2022, kur klubi italian e transferoi nga Young Boys dhe e përfshiu fillimisht në ekipin Primavera. Aty shqiptari u rrit me shpejtësi dhe u bë një nga protagonistët kryesor të skuadrës që fitoi titullin kampion të Italisë për të rinj në sezonin 2022-2023. Në atë edicion, Berisha zhvilloi 34 ndeshje, shënoi 10 gola dhe dha 4 asist, duke bindur klubin se kishte përpara një lojtar me potencial për ekipin e parë. Performancat e tij hapun gjithashtu derën kombëtarëve shqiptare, ku ai tashmë është pjesë e grupit të lojtarëve të përzgjedhur. Largimi i Ylber Ramadanit gjatë kësaj vere ka krijuar një boshllëk në mesfushën e Lecces, por njëkohësisht ka hapur mundësi të reja për lojtarët që janë aktualisht në skuadër.
Trajneri Di Francesco do të vlerësojë gjatë fazës përgatitore alternativa që ka në dispozicion dhe Berisha është një nga emrat që pritet të marrë një rol të rëndësishëm nëse arrin të lërë pas problemet fizike dhe të jetë disponueshëm gjatë gjithë sezonit. Berisha mund të kthehet në një nga lojtarët më të rëndësishëm të Lecces. Klubi italian shpreson që sezoni 2026-2027 të jetë viti i rikthimit të tij të madh. Edhe vetë futbollisti kërkon të tregojë se dëmtimet janë vetëm një kapitull i kaluar dhe se ai ka ende shumë për të dhënë në Serie A dhe me fanellën e kombëtares shqiptare. Akordi është arritur me Caglierin. Atalanta transferon Gianluca Gaetanon për 12 milionë euro dhe 2 milionë të tjera që do të përfshihen në bonuse. Largimi i mësueshorit nga Cagliari bën që emri Christian Aslani të qarkullojë sërish. Ky fundit shikohet si alternativë për të zvendësuar pikërisht Gaetanon. Atalanta kërkonte 18 milionë euro për Gaetanon, por klubi tjetër i Serie A doli ta mbyllë me sukses negociatën. Ky është dhe transferimi i parë i merkatos së verës, ndërsa testet miqësore priten nesër. Aslani duhet të largohet nga Interi. Zikaltrit po presin ofertën më të mirë, ndërsa Turqia dhe Arabia Saudite janë përmendur po ashtu si destinacione të mundshme. Reimana i ka dhënë fund zërëve për një largim të mundshëm nga Sivaspori. Sulmuesi shqiptar është rikthyer në Sivas pas përfundimit të pushimeve dhe ka nisur përgatitjet me skuadrën turke. Mana, i cili u bashkua Sivasporit gjatë merkatos së dimrit me një kontratë 3.5 vjeçare, ishte një qendër të diskutimeve pas procesit të zgjedhjeve në klub dhe largimit të trajnerit Ismet Tashdemir. Megjithatë, futbollisti shqiptar u shfaq në stërvitjen e zhvilluar në ambientet e klubit dhe me praninë e tij dha një mesazh të qartë se vazhdon të jetë pjesë e projektit të Sivasporit. Pak ditë më parë u raportua se Manaj është hequr nga lista e federimit, ndërkohë që Kashiti kishte edhe oferta nga skuadra të tjera në Turqi. Megjithatë, zërat duket se kanë marrë fund dhe vetë lojtari u shpreh kohë më parë se është gati të qëndrojë te skuadra e tij për të ndihmuar në rikthimin drejt Superligës. Sulmuesi pritet të luajë një rol të rëndësishëm në sezonin e ri, ndërsa klubi turk synon të ndërtojë një skuadër konkurruese rreth lojtarëve kryesor të saj. Trabzonspor është në qendër të vëmendjes në merkato, jo vetëm për afrimet e reja, por edhe për ofertat që kanë ardhur për disa prej lojtarëve të skuadrës. Sipas raportimeve, me shumë lojtarëve të tjerë, edhe për Ernest Muçin ka marrë interes nga klubet europiane. Drejtuesit e Trabzonsporit nuk kanë ndërmend të nxitojnë, dhe vendimet do të merren në varësi të ofertave ekonomike dhe planeve të stafit teknik. Por Ernest Muçin ka pasur një ofertë prej 11.5 milionë eurosh, por Trabzonspor e ka refuzuar, pasi e konsideron sulmuesin pjesë të rëndësishme të planeve për sezonin e ri. Ndërkohë, buxheti i pagave të Trabzonsporit për sezonin e ri është rreth 33.8 milionë euro. Lojtari më i paguar i skuadrës është portieri Andra Onana, me 5.5 milionë euro në sezon, i ndjekur nga Stefan Savic me 3 milionë euro dhe Ernest Muçi me 2.5 milionë euro. Klubi turk pritet të vazhdojë punën në merkato, duke synuar për forcimin e skuadrës, por edhe ruajtjen e ekuilibrit financiar. Pak javë më parë, u raportua se për Muçin ka ofertë nga Napoli, madje u zbulua edhe shifra, ku diskutohej për një ofertë rreth 16 milionë euroshe, teksa mbetet të shihet nëse mesfushori i kombëtares do të vazhdojë me turqit apo do të lëvizë. Muçi ishte në sezonin e fundit një nga lojtarët më të dalluar në kampionatin turk, duke detyruar Trabzonsporin të paguajë 8.5 milionë euro.